Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit korik për shenjën e Virgjëreshës. Virgjëresha në javën e parë të korikut ju shikoj shumë të angazhuar me punë, me përgjegjësi, me shumë gjëra që doni të mbyllni, sidomos çështje që kanë të bëjnë me të shkuarën tuaj, që i keni pasur pezur prej kohësh, dhe janë edhe tema delikate, janë gjëra që ju nuk doni ti bisedoni me të tjerët, prandaj edhe mund ta izoloni disi veten, duke mos dalë me shoqërinë shumë, duke mos shpenzuar dhe shumë kohë në çift, ndoshta virgjëreshat që janë në një raport në çift mund të ndjeni vetëm sepse nuk merrni mjaftueshëm për kraje nga partneri ose nga partnerja për këto probleme që janë tuaja që ju doni ti zgjidhni, sikur nuk ju kupton pala tjetër, është një gjë që është vetëm ngarkesë juaja, ndoshta edhe nuk ju ndihmon dot dhe do të ndjeni këtë presionin edhe barën e gjithçkaje që duhet ta mbyllni edhe ta përfundoni. Ja them këtë sepse është nyja e hënës e jugut në shenjën tuaj në Virgjëresh që lidhet me të shkuarën, me situata pezull që duhen përfunduar. Kurse në anën tjetër, virgjëreshat që janë single ose beqare prej kohësh, mund të keni pasur njohje të ndryshme, lidhje të ndryshme, nuk kanë funksionuar dhe tani jeni në një fazë që do të ndjeni vetëm në javën e parë të korrikut. Kjo edhe për shkak sepse është periudha e verës, shumë persona dalin, ka shumë çifte, shumë persona janë me pushime, me familjen, mund ta shikoni më shumë se në fazat, në periudha të tjera të vitit. Kjo do t'ju bëjë të reflektoni mbi jetën tuaj, të thoni edhe miqt apo të njohurit që mund keni pasur kohë më përpara, shoqëria e shkollës e të tjerë, të gjithë kanë vazhduar jetën e tyre, mund të jenë të martuar, mund të kenë vazhduar në rrugë të ndryshme dhe ju keni mbetur vetëm dhe do ta ndjeni më shumë fazën e vetmisë në javën e parë të korrikut. Unë do t'ju rekomandoja që të bëni diçka që është interesante, mundoni mos ta shikoni me pesimizëm, me mërziti, sepse dhe ajo ka bukurinë e vet, edhe të qenurit vetëm dhe të pasurit komplet kohën për veten tënde, është kënaqësi më vete, sepse nuk je në orarin e dikujt tjetër, nuk duhet të durosh ndoshta edhe humorin edhe uljen ngritjet emocionale të dikujt tjetër, ke lirinë për tu relaksuar, për tu shplodhur, prandaj bëni gjëra që janë interesante, dilni, argëtoni, edhe pse vetëm, provoni ndoshta diçka që se keni provuar më përpara, që mund të jetë një lloj kursi apo mund të jetë një lloj programi apo mund të jetë një gjë interesante, një lloj aventure interesante, çfarëdo qoftë që ty të nxjerrë nga mërzia, nga monotonia e kësaj jave të parë, sepse në javën e dytë unë shikoj që do të kesh kaq shumë në punë një situatë kaq pozitive me kolegët, biseda shumë të këndshme, do të jetë një javë mjaft interesante. Për disa virgjëresha mund të keni edhe një trajnim në atë javë, shikoj që mund të kenë persona që janë ekspert në industrinë ku ti punon, që do vinë, mund të jenë seminare për disa për jush, mund të jenë organizime, se ju shikoj të rrethuar me kolegë, domethënë ajo vetmia e javës së parë ty do të kalojë në javën e dytë se do kesh njerëz shumë rreth rrotullt teje, do të jetë edhe një javë shumë e mirë për virgjëreshat që janë single për të krijuar njohje të reja, për të krijuar një njohje me dikë që është shumë interesant, me dikë që është në nivelin tuaj plus pjesë e profesionit. Do të jetë një javë mjaft pozitive me mundësi shumë të mira për të krijuar kontakte pune, prandaj tregoni sa më të komunikueshëm, tregoni sa më të hapur në biseda, sa më social, pjesa e networkut, e bashkëpunimit është shumë e mirë, se këto kontakte mund t'ju ndikojnë mjaft pozitivisht në aspektin profesional, por edhe në aspektin njerëzor, në aspektin human, mund të krijoni miqësi të reja me njerëz që keni gjëra të përbashkëta, lidhje të përbashkëta, se ju lidh puna, ju lidhin interesa të përbashkëta. Por shikoj edhe një njohje që është shumë interesante, dikush që ka energji të fortë ajri, që ka shenjën ascendente ose shenjën e diellit në binjak, në peshore ose në ujor.
Ky do të jetë një person Virgjëresha që do t'ju bëj për vete me inteligjencën, do të jetë një person në një rang të lartë, një person i cili është në një pozicion mjaft të mirë, një person me një dije të jashtëzakonshme, shumë intelektual, shumë i realizuar, do të keni një kimi në aspektin e inteligjencës të menjëhershme, pra mendja e këtij personi ju do t'ju tërheqë jashtë mase, do t'ju magjeps, do t'ju bëj për vete. Jo pjesa fizike, po do dashuroheni me mendjen e personit. Do të jetë një tërheqje shumë e fortë, do të jetë një interesim shumë i madh, është një person që ka gjëra shumë interesante për të thënë dhe mund të flisni me të për orë të tëra, një fokus i madh tek energjia e këtij personi është në javën e tretë, ku ju shikoj shumë të dhënë, shumë të dhënë për të biseduar, mund të lidheni fillimisht disa prej jush nëpërmjet punës, nëpërmjet siç ju thash, këtij organizimit në punë, mund të bëhet shkak që ju të njiheni me këtë person, dikush mund ta njohë në një formë tjetër, po interesi do të jetë i menjëhershëm nga ana e të dyja palëve, po veçanërisht nga ana juaj. Kurse për sa i përket virgjëreshave që janë në një marrëdhënie në çift, sidomos nëse jeni në lidhje me dikë që ka energji të fortë ajri, siç ju thash ascendentin ose diellin në binjak, në peshore ose në ujor, ky është një person i cili është shumë i ftohtë, është shumë i arsyeshëm, shumë i logjikshëm, ndonjëherë ju keni nevojë për më shumë emocion, për më shumë ndjesi, se sa ajo çfarë merrni nga ana e partnerit ose e partneres. Çdo gjë duhet të ketë një arsye, duhet të ketë një shpjegim. Ndonjëherë ju keni nevojë për diçka spontane, keni nevojë për diçka më të ndjerë, më emocionale. Kjo pjesë ju mungon. Për shembull mund të doni thoni, ok, po pse s'po dalim, po jo pse nuk po dalim të bëjmë diçka ne të dy si çift, edhe mund të merrni nga ana e partnerit justifikimin që po jo në këtë kohë s'kemi mundësi sepse kemi këto pagesa, apo kemi këto detyrime, kemi këto gjëra, nuk mund të dalim, nuk është koha për të bërë shpenzime të kota, nga ana tjetër ju e keni të nevojshme këtë gjë. Pra kjo pjesa ju bën edhe të ndjeni vetëm mungesa e emocionit, është gjithçka është shumë e thatë, e prerë, është kështu edhe kështu bëhet edhe kaq në formë deri në një pikë që disa mund ta konsiderojnë si një sjellje pak diktatoriale në familje. Virgjëreshat që janë në raportin e çift me këtë shenjën e ajrit, keni nevojë për më shumë ndjenjë, keni nevojë për më shumë suport. E ndonjëherë suporti mund vijë edhe thjesht nga një fjalë e mirë, mund vijë edhe thjesht nga momenti kur partneri të thotë, po unë të kuptoj, unë kuptoj që ndihesh në këtë formë, është një situatë e tillë, kuptoj që ti po e vuan apo nuk ndihesh mirë, do ta kalojmë, ndonjëherë nuk ka nevojë edhe për gjeste të mëdha, vetëm ajo vlerësimi të parit të personit tjetër në sy dhe të kuptuarit mjafton për ta kaluar situatën. Është edhe një lloj padurimi tek ju, do ta keni këtë padurim gjatë gjithë muajt korrik, virgjëresha, sepse keni Marsin, planetin që lidhet me energjinë, lidhet me adrenalinën, lidhet edhe me pjesën e intimitetit që është në shenjën tuaj në virgjëresh. Dhe Marsi këtu do t'ju bëj me një lloj padurimi, një lloj nxehtësie, një lloj irritimi, domethënë kur nuk ju shkojnë gjërat shpejt ashtu siç doni ju, kur nuk lëvizin interesante ashtu siç doni ju, aty mërziteni, aty stresoheni, aty ju duket sikur asgjë s'po ecën siç duhet. Përpiquni të relaksoheni, përpiquni që t'i merrni me hapa më të qetë, sidomos kujdes kur Mërkuri, është planeti që ju udhëheq, është i kthyer në pravavi dhe Mërkuri do të kthehet nga 18 korriku deri në fund të muajit, deri me datë 1 gusht. E them këtë sepse mund të krijohet një situatë për ata që janë single dhe që do të bëjnë biseda të ndryshme me këtë personin që ju thash që shumë i suksesshëm, mund të krijohen situata ku ti disa gjëra i keq kupton, ndoshta nga pëlqimi që do të kesh për këtë person, nga tërheqja intelektuale që do të kesh për këtë person, mund të kesh disa keq kuptime,
edhe situata ku mundet që të bësh një hap përpara, sigurohu që ky person është available, domethënë është single, nuk është i martuar apo në një lidhje tjetër, përpara se të bësh një hap drejt këtij personi, se disa gjëra që mund të jenë thjesht biseda të këndshme mund të keq interpretohen si flirt, mund të keq interpretohen si diçka më shumë, edhe kjo do të sjellë një situatë të sikletshme. E them këtë sepse energjia e vdekjes në fund më tregon një situatë të sikletshme, një situatë ku do duhet të bëhet një ndryshim i madh, do duhet të bëhet një transformim i madh, diçka që ty do të vendos në një pozitë jo të rehatshme, do bezdisesh, nuk do dish si ta menaxhosh. Thash relaksohu dhe në momente nervozizmi, sidomos Virgjëresha, mund thoni diçka më shumë se ç'duhet, më shumë në shprehje dhe më vonë do bëhesh pishman, do thuash mos pse e thash atë gjë, domethënë nga më doli si fjalë, pse e çova në atë bisedë. Kujdes, frenoni disi, sepse edhe nga orakulli i dashurisë dhe i romancës, mesazhi për ju thotë slow down, relaksohu, merri gjërat më ngadalë, pause and allow things to unfold. Pusho dhe lejoj gjërat që të zgjidhen vetë, që të rrjedhin vetë, sidomos Virgjëreshat që kanë lindur me datë 9 ose Virgjëreshat që kanë numrin e jetës 9, është shumë e rëndësishme kjo për ju. Që mos krijohen keqkuptime, që mos krijohen situata jo të favorshme, që mos të rrëmbehesh shumë. Ndonjëherë ju thash nga vetmia, nga të qenurit vetëm për një kohë të gjatë, ajo dëshira për të pasur dikë afër, ndonjëherë mund të reagosh më shpejt se sa ç'duhet, ndonjëherë mund të kesh një impulsivitet më shumë se ç'duhet. Por nëse diçka është për ty, është shkruar për ty, është pjesë e jetës tënde, është pjesë e rrugëtimit të jetës tënde, do të realizohet për ty. Nuk ka nevojë ta sforcosh shumë, nuk ka nevojë të mundohesh shumë. Rrjedh në mënyrë natyrale dhe në mënyrë organike, prandaj lejoj gjërat që të rrjedhin vetë. Plus edhe ana pak e misterit është interesante, sidomos në fillim të një njohje. Nuk ka nevojë që jo çdo gjë duhet komunikuar, jo çdo gjë duhet folur, prezenca jote, qëndrimi yt ndonjëherë flet më shumë se sa fjalët e tua. Kjo vlen edhe për Virgjëreshat që janë në një marrëdhënie në çift, që nëse jeni të pakënaqura, nuk ndjeni të përmbushura, doni që partneri ose partnerja të bëjë më shumë, atëherë tërhiquni. Ja ke thënë disa gjëra një herë, 2 herë, 10 herë, 100 herë, mos i thuaj më, sepse personi tjetër o i ka kuptuar, nuk i ka kuptuar në këtë pikë. Thjesht tërhiqu, mbaj qëndrimin tënd, dhe vetëm me qëndrimin tënd do ta kuptoj pala tjetër se çfarë ndryshimesh duhet të bëj. Për ata që janë në fillim, që janë single, mos u nxitoni, sepse nëse ky person ndjen të njëjtën tërheqje, ndaj jush do të vi vetë tek ju dhe disa thash sa më pak informacion të jepni për veten dhe të lejoni gjërat që të rrjedhin në një formë natyrale, eliminoni edhe atë pjesën e të bombarduarit të palës tjetër me shumë gjëra, hiqni atë pjesën e misterit, pjesën e fantazisë, të imagjinatës, vetëm qetësoni, merri gjërat ngadalë me një ritëm të qetë gjatë muajit korrik. Okej, Virgjëresha, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos të humbisni videot e ardhshme, dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni direkt nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e keni këtu poshtë tek video, gjithashtu edhe tek përshkrimi. Ju falenderoj dhe ju uroj gjithë të mirat, bashkë të dëgjohemi. Mirupafshim.